Mendoj kjo aktualisht që është bërë tash në ditët e fundit dhe në muajt e fundit, shpërndarja e buxhetit të shtetit në forma të ndryshme, në një formë limosh për qytetarët, kjo nuk është dashur ndodhur. Sot pranë vetes kam kandidatin nga Partia Demokratike e Kosovës, Isak Neziri me numër 99. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove emisionin 05. Megjithëse faleminderit shumë. I nderuam jemi në sheshin e Ferit Zajt, të falenderoj edhe një herë që erdhe këtu për intervistë, po du me fillu kështu, na trego pse qytetarët e Kosovës duhet besojnë votën Partisë Demokratike të Kosovës, sipas teje. Sipas me mendimin tim, qytetarët e Kosovës për me votu Partinë Demokratike kanë 1 milion arsye, por po mundohem të i veçoj disa pika të shkurtra. Në këtë rast qeverisjen aktuale që është, apo 6 vjet që kanë qeverisë, 6 vjet e fundit, është ajo që vërtet nuk ka dëshmu për qytetarin absolut asnjë rezultat pozitiv në asnjë fushë. Për mua me rëndësi siguria, shëndetësia, arsimi dhe ekonomia. Kështu që këto fushat, 4 shtylla të shtetit janë të cilat Partia Demokratike i ka për qef, edhe në të kalumen, i ka përëmtu, i ka përmbush, edhe nga pavarësia, edhe shtetërtimi, edhe shkollat, spitalet, autostradat, infrastrukturën, po e thamë tash në shtet, të gjithë janë nga Partia Demokratike, me vullën e Partisë Demokratike. Këtu janë arsyet mjaftueshme që duhet me 7 qershor Partia Demokratike të votohet. Kuptohet. I nderuam, po du me të pyet pak, po besoj që edhe shikuesve ju intereson si po e sheh situatën momentale aktuale politike në vendin tonë. Kjo mendoj që në pika shkurta më prapë të përmbledh. Politika aktuale në Kosovë është vërtet denigruese, ka degradu dhe është në degradim të shtetit, thuajse edhe në bankrot të shtetit. Dhe unë shoh që duhet patjetër një ndryshim, duhet patjetër të ndrohen politikat ndaj qytetarëve të Kosovës ose për qytetarët e Kosovës, që të kenë një jetë të dinjitetshme, që të kenë një pak të dinjitetshme. Mendoj kjo aktualisht që është bërë tash në ditët e fundit dhe në muajt e fundit, shpërndarja e buxhetit të shtetit në forma të ndryshme, në një formë limosh për qytetarët, kjo nuk është dashur ndodhur. Kjo është dashur ndodhur në rrugë tjetër institucionale që me përfitu qytetarët çdo muaj, jo vetëm një herë. Para zgjedhjeve këtë rast. Ashtu,